Projekti planifikohet të ndërtohet brenda zonës mbrojtur biosnar. Pra, që në fillim ne po flasim për një ndërtim masiv brenda zonës mbrojtur. Nga deklaratat e Inspektoratit Kombëtar të Territorit thuhet që do jenë 1 deri 8 kate që do ndërtohen dhe flasim për 10.000 dhoma sipas deklaratës që është bërë nga investitori. Kur flasim për 10.000 dhoma, në një shtrihje prej afër 6 kilometrash vipër qytetare, flasim patjetër për një qytet të ri i cili do ketë rrugë, do ketë drita, do ketë trotuar, do ketë njerëz që jetojnë sepse planifikohen rezidenca, pra thuhet projekt turistik, por nuk flasim për hotele, shumica janë vila dhe rezidenca të cilat mund shiten dhe njerëzit mund të jetojnë gjithë vitin. Në momentin që kemi njerëz që jetojnë gjithë vitin, neve na duhen shërbime, na duhen facilitete, kemi ujërat e zeza, kemi të gjitha shërbimet që do të duhen për të jetuar në një qytet, trafiku do jetë i shtuar etj. Dhe kur ne flasim këto detaje, është e qartë që nuk flitet më për natyrë, nuk flitet më që zona e mbrojtur do ngelet një zonë e egër. Zona aty është delta e lumit Vjosa, pra është kryelderdhja e lumit Vjosa, e cila është delta më e paprekur në mesdhe. Dhe me këtë projekt patjetër i ndryshon status quo-ja dhe avash ndryshon komplet tipologjia e zonës, sepse kjo është vetëm një projekt që është hapja e derës për shumë projekte të tjera që planifikohen aty, të ngjashme. Dhe nga ana tjetër, ne po flasim për një zonë e cila është shumë e ndjeshme dhe ka biodiversitet shumë të lartë. Pra, nëse ne flasim për projektin, kemi parasysh që nuk bëjmë dot më biseda për ndikimet në mjedis, por është komplet një tjetërsim i natyrës. Dhe bashkë me aeroportin, dhe pretendimet janë që të lidhet pastaj me rrugë, me aeroportin, me autostrada, nuk e di se çfarë, ende nuk është e qartë dhe nuk është zyrtare, por mund ta mendoni vetë që 10.000 dhoma nga një anë dhe të tjera që shtohen nga ana tjetër, dhe një aeroport, atëherë zona e mbrojtur nga një zonë e egër magjike që është do kthehet në një zonë zakonshme banimi, pa asnjë veçanti dhe ne humbim një nga rezervat më të mëdha natyrore. Çfarë rëndësie ka zona e Vjosnartës dhe Zvërnecit për biodiversitetin e mesdheut? Atëherë zona e mbrojtur Vjosnart, përveç se është një zonë e mbrojtur në shkallë kombëtare, sipas ligjit shqiptar, ka disa statuse ndërkombëtare për shkak të vlerave të larta të biodiversitetit. Dhe ajo është një zonë kyç për biodiversitetin, KBA, është zonë e rëndësishme për shpendët, zonë IPA, është zonë kandidate emerald nën konventin e Bernës. Zonat kandidate emerald, për ta thënë thjesht për publikun, janë zonat të cilat momentin që ti futesh në Bashkimin Evropian bëhen zonat e rrjetit të mbrojtur të Bashkimit Evropian. Pse i ka këto statuse? Zona është e shtrirë në atë që quhet si rruga Adriatikut Lindor, të shtektimit shpendëve. Qindra mijëra shpend kalojnë çdo vit në këtë rrugë shtektimi, ato mund të ndalojnë në Vjosnart për të ushqyer dhe për të vazhduar rrugën, pra nisin nga Afrika për të shkuar në drejtim të veriut të Europës, ato mund të ndalojnë për të folizuar, për të reprodhuar aty dhe pastaj në vjesht të kthehen përsëri në Afrikë, mund të dimërojnë, pra ne numërojmë rreth 20.000 shpend dimërus në një mesatare për gjatë dimrit në zonën e mbrojtur Vjosnart, 20.000 shpend ujor, që do të thënë zona është gjithkohës e gjallë, është e pasur, nga ana tjetër për Shqipërinë, po dhe për mesdheun, ka dunat unike, është një mozaik habitatash. Pra kur ne flasim për zonën e mbrojtur Vjosnart, kemi parasysh një zonë të madhe e formuar nga gjithë shëndeti që ka lumi i Vjosës, duke sjellë sedimente dhe duke depozituar në breg, duke krijuar pyje, duke krijuar dunat e rërës, duke krijuar lagunën dhe duke i dhënë njerëzve gjithë shërbimet e ekosistemit si drurin, krijimin e kripores që shfrytëzohet aty, pra që është një industri që bëhet nga njerëzit, por është në përputhje me natyrën, peshkun, ushqimin e tjerë. Pra, zona ka një rëndësi si për natyrën, por edhe për njeriu. Nga ana tjetër, zonat bregdetare lagunore shërbejnë si
fortesë dhe si mbrojtëse e qyteteve, e njeriut nga katastrofat natyrore. Reduktojnë përmbytjet, japin oksigjen dhe kanë, siç thash, shumë shërbime nga të cilat përfiton njeriu dhe kursen ekonomikisht në rastet më të mira, sepse ne e dimë që katastrofat natyrore janë të kushtueshme për të ulur dëmet. Qeveria dhe investitorët thonë që projekti do të zbatohet duke respektuar standardet mjedisore. Përse nuk ju bind ky argument i qeverisë dhe investitorëve ju? Atëherë, ne jemi në kushtet kur investimi filloi në një terr të plot informacioni. Nuk pati asnjë dërgjes me publikun, nuk pati asnjë vlerësim të ndikimit mirëmëdis, nuk pati asnjë informacion se çfarë do bëhej dhe ku do bëhej. Vetëm para 2 vitesh ne kemi parë disa rendera në profilin e Jared Kushner që u publikuan dhe në Bloomberg, dhe më pas nuk ka pasur asnjë procedurë e cila jep të informacion për publikun. Por në këtë terr informacioni aty më syn kamiona, më syn makina, buldozier, ekskavator, të cilët sheshuan dunat shekullore, pra ne flasim për duna që janë krijuar me qindra vite, u sheshuan brenda 24 orëve. Kemi pyllin që u dëmtua, moçarishten brenda pyllit e cila tentoi të thahej. U hapën kanale drenazhimi për ta tharë. Pra, ndërkohë që flitet për garanci mjedisore, për standarde, ne kemi një fakt konkret që aty filloi një agresion duke shkatruar zonën natyrore, pa leje, pa asnjë vlerësim ndikimit, pa asnjë leje mjedisore, dhe sot nuk po mban askush përgjegjësi. Pra, projekti si fillim ka nisur me këmbën e mbar, jo me këmbën e mbar, më falni, dhe nga ana tjetër projekti po bëhet në atë që ka qenë zona strikte e zonës së mbrojtur. Pra, për 20 vite që nga shpallja në vitin 2004, ajo zonë ka qenë zona strikte e zonës së mbrojtur. Pra, kur ti edhe për studime duhet merrje leje. Dhe por imagjinon këtë mbrojtje strikte, imagjinon që ajo ka qenë buroja më e fortë për jetën e egër në atë zonë, dhe prandaj dhe le të themi dunat dhe pylli ka qenë në gjendje të mirë. Dhe sot ne në një shpejtësi kaq madhe e ndryshojmë statusin e kësaj zone duke futur makineri dhe duke thënë që do ndërtojmë këtu. Pra, ai habitat është aq delikat, saqë ndërhyrjet aty duhet të jenë shumë të vogla dhe jo të flasim për investime si thuhet 4 miliard euro në një hapësirë aq të vogël. Pra, mund ta imagjinoni që ndërtesat deri në 8 kate nuk mund të jenë prej drurit. Apo 4 miliard euro në një gjatësi për 6 kilometrash dhe njerëz që jetojnë shiten në shtëpia, nuk është e përshtatshme për zonën më strikte të zonës mbrojtur. Prandaj ne nuk na bind ajo deklarat, prandaj dhe për shkakun që agresioni filloi pa u diskutuar për projektin fare, kështu që ajo ka të bëjë më shumë me një greenwashing se sa një përgjegjësi sociale dhe mjedisore nga ana e investitorit dhe qeverisë. Dhe nga ana tjetër ne kemi aeroportin e Vlorës, e cila filloi pa leje në zonë mbrojtur. Aty nuk ka pasur asnjë përgjegjësi mjedisore, ka pasur vetëm mbytje të së vërtetës me propagandë. Kështu që ne kemi eksperiencat, kemi njohuritë se si janë bërë projektet e tjera në terren, prandaj kemi dyshimet dhe për këtë. Përpos eksperiencave me projektet më parshme, a ekzistojnë studime të pavarura që mbështesin këto që thoni? Patjetër, pra aty ka monitorime, ka disa studime, si nga Fakulteti i Shkencave, si nga ekspertë, si nga organizatat, të cilat vërtetojnë që zona është shumë delikate, është shumë e rëndësishme për biodiversitetin, ka një hidrologji të paprekur dhe ndërhyrjet që planifikohen dhe me ato që kemi dëgjuar dhe kemi parë në rendera, janë patjetër të papërputhshme me rëndësinë e zonës dhe nevojën që ajo ka për ruajtje. Nëse projekti realizohet sipas këtij plani aktual, si e shihni dëmtimin e asaj zone në një periudhë mbase për 10 apo 20 vitesh? Po, çfarë vlen thuhet është që flitet për përgjegjësinë mjedisore dhe nuk merret parasysh që 4 miliard euro, që është shuma e bukur dhe ato renderat e bukur që publikohen,
kanë fshehin diçka mbrapa, fshehin 10 vite, 15 vite punime, ekskavator, qindra punëtor, buldozier, të cilët punojnë brenda zonës mbrojtur, bëjnë shqetësim, pra kemi një heqje komplet qetësie për gjithë këto vite. Dhe pastaj dhe operimi që siç thash do ketë trajtimin e urezit, do ketë mbetje, do prodhoj zhurmë e gjithë tjera. Pra, që nga momenti jo pasi të bëhet projekti, po që në momentin që makineritë fillojnë të punojnë seriozisht atje, dhe më pas, dhe pas 10-15 vitesh, po që në momentin që ndërhyet, ajo zonë fillon të humbi vlerën e saj natyrore, dhe çfarë është më e keqja është që më pas do jetë, kur të mbarë projekti, do jetë e kthyer në një qytet. Pra, do kemi një Vlorë tjetër të zgjatur në zonën që ishte më e egra e Bregdetit shqiptar. A shihni element ku SPAK mund të veprojë me hetimet e tyre mbase për ta bllokuar këtë investim? Më shumë nuk mendoj se është në përgjegjësitë e SPAK për ta bllokuar. Ndoshta është edhe për shkak të mungesës së njohurive të mia nga kjo anë, por një gjë është e sigurt që SPAK mund të hetojë mosveprimin e institucioneve ligjzbatuese në terren kur ndërhyrja ndodhi. Pra, ne kishim ndërhyrje pa leje, siç thash, të makinerive, kishim një rrethim pa leje, kishim prishje të habitateve pa leje, të gjitha këto janë përgjegjësi penale. Pra, të punosh pa leje është një përgjegjësi penale dhe IKMT-ja nuk veproi. Institucionet e tjera ligjzbatuese në terren nuk vepruan. Dhe kjo është patjetër diçka që prokuroria, cila do qoftë, duhet të hetojë dhe të marrë persona përgjegjës, pasi këto institucione ligjzbatuese janë përgjegjëse për të ruajtur pasuritë tona natyrore, dhe ne pam që ato u lanë komplet mbalë. Dhe akoma më keq kur njerëzit shkuan që të kërkonin llogari dhe t'i mbronin këto pasuri natyrore, të cilat janë përgjegjësi institucioneve, institucionet u vunë në krahun e agresorit, pra të një kompanie e cila nuk kishte emër, nuk kishte një tabelë informacione, dhe u vunë në krah dhe nuk reaguan kur publiku u sulmua.